Presim që të ketë një marrëveshje. Kemi edhe së paku 44 deputet të tjerë të cilët akoma nuk kanë dhënë nënshkrim. Zemra ose shpërgjeva për Kallëzopikon. Deshta me ditë, duke qenë se grupi juaj parlamentar ka dhënë nënshkrimje për 2 kandidat për president, në rast të marrëveshjeve mes kryetarëve të partive që me undru kandidaturat ose me dalë një kandidaturë e re, për të më ditë juve si shef e grupit parlamentar, si grup parlamentar, a i mbështesni tërheqjen e kandidaturave të 2 kandidatëve tuaj? Në lidhje me çështjen e presidentit, kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes së Vendosje, tashmë ka bërë të ditur që do të vazhdojë diskutimet me krerët e partive opozitare, në këtë rast të PDK-s dhe të LDK-s. Ne besojmë, presim që të ketë një marrëveshje dhe të arrijmë që të zgjedhim presidentin, pas parasysh se janë të panevojshme e padrejta edhe një palë zgjedhje të reja, ndërkaq sa ju përket nënshkrimeve të deputetëve, paraprakisht e kemi të qartë se kemi edhe së paku 44 deputet të tjerë të cilët akoma nuk kanë dhënë nënshkrimet të tyre për të zgjedhur presidentin, ndërkaq nëse nevojitet një aspekt gjithsesi një rrugë tjetër në raport me një konsensus i cili mund të arritet, ndërkohë është një temë që duhet të shqyrtohet pas propozimeve apo diskutimeve konkrete që ne mund të kemi për këtë temë.